Nëse ka ndaj zyrtar në Kosovë që vetëm mund ta imagjinoj nivelin e Muratmes, mendoj që do t'i vinte turp ta shikonte pasqyrën. E si ka mundësi që t'i besohet një njeri tillë demarkacioni kufirit. Çfarë territori ka do Kosovës? Kur s'mund të Kosovën me orë? Kja apet është e molici. Që ka kanë rrugën këta knina, a knina ka Kosovës ka rrugën ka, ose do të më shku në zhaj e morë. Gjithë kjo vujtje, gjithë kjo mund të kthehet në një revolt apo në një pasojë për cilat ne nuk kishim dashur të ndodhë dhe nuk kemi punuar asnjëherë që të ndodhin, sepse armikun shekullor ne kemi larguar. Duhet me ditë se çdo pllon me kësaj tokë është e lëmë me gjak. Tha, pse vjen ju kënej? Këtu, pikërisht këtu në shtaun e poshtë, ha? Tha, e kem tha hartë, tha me veti, tha. Po çfarë hartë shka kjo? Tha, këtu tha kanë shku tha qeveria Kosovës. Kam ju jetë një lëzeza tyne, familjeve tyne edhe krejt atyne që nënshkruajnë kësi lloj marrëveshjeve. E sot i bëjnë shkrimet e fal gjakit dëshmorëve, e shumë tjerëve, sot ne gëzojmë këtë liri, që është e gëzojmë të sëngume. Vetë për se në shkunej. Po. Na shishmu e morëm, na mërë më zrapet. I t'jem ka si zona Kosova. Tu prijën komë. Nëse nevoja, jo komën e mojtë, po dhe djastën do t'a upi dhe jetën do t'a jepi për këtë. Ju kisha lutë krejt politikanë me tonë, që mos luajnë me ndjenjat e familjarët e dëshmorëve. Më koni gjallë në ide kun, vish me dalë dikush liri. E tash e kujtoj atë fjalë, liri jem, e unë liri jam. Si zyrtar, jam koni gatshëm me lanë punën edhe me lanë institucionin për shkak të parëmësisë dhe korrektësisë. Po atë dhe unë pronën edhe Kosovën. Nuk hekum dorë as për Muratmen, as për Isa Mustafen, as për kërkon, sa ato është sakrificë që kemë mbrojt me gjak, edhe është toke jonë edhe duhet t'ja ulon pas ardhësve tonë.